Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, që nga takimi i kaluar kemi filluar një rrugtim në një libër që kemi thënë është nga librat e veçantë që ka gëzuar një respekt dhe trajtim të veçantë nga ana dietarëve dhe besimtarëve, një libër që ka përmbledhur vetën e tij thënjet e Muhamedit alayhi salatu wasalam, të radhitura dhe të kategorizuara në kapituj të ndryshëm që e përgatitin besimtarin për të udhëtuar ka Allahu te bareka ve taala. Ne realisht të gjithë jemi udhëtarë, njëri lëviz nga një pikë drejt një pikë tjetër. E ka një pikë të hyrjes në dunja dhe e ka një pikë të daljes. Mes këtyre dy pikave realisht përcaktohet dhe njeriu e përzgjedh rrugën e dur më tutje, të shpëtimit apo të humbjes. Për të qenë i udhëzuar si duhet dhe për të udhëtuar sigurt, duhet njeriu me ndjek shenjat e rrugës, me ecë në rrugë që duhet, dhe që ta njeh rrugën. E për ta njohur rrugën, duhet me njoft udhëzimet, sikur që përmenda. E ku janë udhëzimet? Janë të fjalë Allahut edhe të fjalët e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Për këto hadithe që i ka përmbledh dietarët që kemi folur për të Imam Nevawi rahimahullah, janë hadithe kryesisht që edukojnë shpirtin e besimtarit dhe pastrojnë zemrën e tij. Prandaj këto hadithe të ndërvozur si çdo hadith tjetër, po këto në veçantë, domethënë janë me një interes të përgjithshëm dhe të rëndësishëm për besimtarin, për shkak se fisnikrojnë shpirtin e tij, duke filluar nga sinqeriteti e tutje tek të gjitha ato veprat e zemrës dhe gjitha i furnizim që i duhet deri në takim me Allahun e mënduar. Autori, sikur që kemi përmendur, është një nga dietarët e mëdhej të veçantë që pas vete ka lënë një trashëgimi të madhe të dijes dhe të kontributit për kuptimin e fesë Allahut te bareka taala. Padyshim, ne kur e lavdërojmë këtë dietar dhe padyshim kur flasi për të me gjitha këto fjalë, i mbështesim gjitha këto në fjalët e dietarëve që kanë jetuar me të, kanë ndajt me të, kanë mësuar prej tij, apo ata që kanë ardhur pas tij duke i referuar librave të tij. Megjithatë, i pagabuar mbetet Muhamedi alayhi salatu wasalam, ndërsa ne gjithë kemi gabimet tona. Edhe dietarët, sado që mund të kenë dije, angazhim prap, mund të gabojnë në situata të caktuara. Prandaj, lutem Allahun azza wa jall që për çdo gabim dhe lëshim, që Allahu xhallahu ala t'u afal, t'u ambulon me rahmetin e tij për shkak të mirëve të shumta që i kanë pas edhe kontributit të madh që i kanë dhënë për ndriçimin e rrugës drejt Allahut te bareka taala. Autori i librit Imam Nevawi rahimahullah, para se me kalu tash në kapitujt dhe në hadithe, ka përmend një parathënie e cila është e shkurtër por të ndrydhur shumë domethënëse. Një parathënie që realisht përmbledh kuptime të rëndësishme dhe gjithashtu e përmbledh vëmendjen e besimtarit që të orientohet ka duhet. Veçanërisht në kohën tonë që njeriu është shumë i shkapërderdhur, shumë është i shpërqendruar, ka shumë, domethënë, ka shumë zhurmues, ka shumë thirrje, ka shumë aktivitete që realisht njeriu e shpërqendrojnë. Habitet pas këtij aktiviteti, pas kësaj pune, pas kësaj lëvizje, ka mundësi që jeta i shkon edhe asnjëherë nuk pyetet pse unë jam këtë dunjë. Qëllimi i krijimit, qëllimi i ardhur në dunjë, roli jam si njeri. Këto janë pyetje të mëdha. Dhe shumica e njerëzve humbin pikërisht për shkak të kësaj hutije, këtij gafleti. Mos janë të vëmendshëm, janë të kujdesshëm.
Krejt jeta fatkeqësisht shndrohet në ushqim, në pije, në argëtim, në pushim, në shoqërim e kështu me radhë, ndërsa ajo esencialja, ajo kryesorja për çka Allah e ka krijuar njeriu mbetet anash. Andaj dietari në këtë libër, pasi që fillon me madhnimin e Allahut Azza wa Jall, një falërim i veçantë për Allahun te barekuhu teala, ai që është krijuesi i qiellit dhe i tokës, është ai që e bën ndryshimin e natës dhe ditës, është ai që ka krijuar njeriu, ai që i sjell begati njeriu të vazhdimsi, ai që ruan njeriu, e udhëzon njeriu, dërgon selavatin pejgamberin alayhi salatu wasallam, si ai që Allah e ka dërguar udhëzues për njerëzit dhe mësues për ta, kështu me radhë. E një herë pasaj autori thot, Allahu i mënduar thot, mas hyrjes me falënderim te Allahu xhalla xhelaluhu dhe salavati pejgamberin alayhi salatu wasallam, fillon me ajet. Dhe kështu duhet të jetë gjithmonë. Na duhet me unis nga fjalët e Allahut te barekuhu teala. Çka ka thonë Allahu i mënduar, çështë ka thonë. Ajeti është piknisja jon. Ajeti është domthonë pika nga e cila gjithmonë ne nisemi në çdo rrugtim. Do me marrë qëndrim, do me kuptu diçka, do me ditë një udhëzim cili është, ku është nisma, ku është kthimi tek fjala e Allahut te barekuhu teala. Nëse Allahu xhallahu ala ka zbrit Kur'anin që të jetë udhërrëfyes për njerëzit. Andaj edhe autori fillon me ajet. E me cina ajet fillon me ajetin e surës Adh-Dhariyat. Ajeti 56 dhe 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allahu thot në Kur'an, në këtë ajet, nuk i kam krijuar xhenet dhe njerëzit për tjetër, pas që të më adhurojnë. Nuk dua nga ata që të kujdesen për mua, nuk dua nga ata që të më ushqejnë, nga se Allah nuk ushqet, nuk dën për robëve, domthonë që Allahu xhallahu nuk ka që robët e tij me majt, as me furnizu, madje as nuk ka nevojë që Allah nuk ka nevojë që robët e tij me ushqyete, nga se Allah nuk i duhet asgjë, ai është i pavarur, ai është mbikëqyrësi i të gjithëve, ndërsa ne gjithë kemi nevojë për Allahun te barekuhu teala. Shikoni të ndërru vëllezër, kjo autori sa bukur fillon parathënien e librit me këtë ajet. Pse? Vazhdon prap duke përmendur se ky ajet qartë tregon pse jemi krijuar, pse jemi në këtë dunjë. Andaj kur njeri kupton pse është i krijuar, kush e ka krijuar, qëllimi i ardhjes në dunjë, roli i tij, çka i mbetet tash? I mbetet tash të merr udhëzimet e duhura për ta jetësuar qëllimin e krijimit. Po ti e din se ki me shku në çat pjesë, çatje, çka pika. Tash çka të mbetet çka të mbetet me kuptuar pasurimet, rruga që shpihet atje. Me tu të përshom ti ki me shku në qitë vend, në më pedi, ka me shku dhe qysh me shku, që kjo është angazhimi të për. Na duhet me arrit tek adhurimi Allahut Azza wa Jall. Qysh me adhuru Allahun te barekuhu teala, ja ku e ki librin. Ja ku e në tash hadithet, ajetet që të mësojnë qysh duhet Allahun me adhuru. Autori fillon nga një kuptimi përgjithshëm, fillon nga një temë madhore, që është qëllimi i krijimit, e pastaj e detajzon në rrugtimin drejt realizimit të këtij qëllimi me ajetet e hadithit që ka përmendur për kapitujt e tjera. Në gjitha këto që kemi mësuar i shërbejnë këtij qëllimi madhor. Këto që kemi mësuar në këtë libër realisht i shërbejnë udhëtimit tonë drejt Allahut xhalla xhelalu dhe jetësimit të këtij qëllimi praktik për çka Allahu ka sjellë në dunjë. Dhe pastaj autori vazhdon duke përmendur çështje që kanë të bëjnë me këtë qëllim dhe përmend problemin që duhet njeriu me e trajtuar seriozisht, i cili e pengon në këtë rrugtim. Nëse çdo rrugë, çdo qëllim e ka rrugën e vet që shpihet deri atje, po, edhe ka pengesat. Ka pengesa. Në përsham për me shku tash me një vend caktuar, a është rruga veç drejt? Jo. Dikun ka kthesa. Dikun për shembull është në rrugë tjetër, dikun për shembull është një kodër, duhet pak me anash, nuk shku veç drejt me shku, mos dikun për shembull me u blloku. Pastaj për ka lum, duhet me di me himi urë, duhet me një kshenjat. Prandaj çdo rrugë që shpihet në qëllim caktuar e ka rrugën e vet të hapur dhe i ka pengesat
i ka pengesë vetë. Çka duhet ta më bëu? Duhet me njoftë rrugën dhe pengesat. E rrugën për me njoftë, autori thotë ta kumshu këtë libër për çet puna. Pengesat ka të shumta. Pengesa kryesore e njerit në këtë dunja është dunjaja. Pengesa kryesore e njerit në këtë botë është pikërisht kjo botë. Pse është kjo botë pengesë? A është kjo botë pengesa ndihmës? E kemi përmendur në takimet e tjera atje, kur kemi folur për këtë dunjë, kemi thënë që dunjaja mund të jetë ndihmës, mund të jetë edhe pengesë. Zbukuritë e dunjas, mirësitë e dunjas, gjitha këto që Allah ka kriju në dunja, për njëri mund me konë ndihmës, i ndihmon me shku tek Allahu te barekuhu. Pse? Të përmes begative e njeh Allahun xhalla xhelaluhu, e madhon Allahun te barekuhu teala, bëhet falëndërues, i shfrytëzon begatit dhe i ndihmon të tjerë me këto begati, atëherë kjo dunjë bëhet ndihmës. Mirë, mund të jetë pengesë, ku njëri habitet pas saj, mashtrohet me të, jepet pas saj, krejt jetën e kushton këtë dunjë me fitu, shkrihet në këtë dunjë komplet, nuk mendon se ka udhtim për të dunjaja, nuk kupton se është krijuar për diçka për të kësaj, mbetet i bllokuar në këtë dunjë, në mirësitë e dunjas, i habitur në begatit dhe suritë e kësaj dunjaje, atëherë padyshim se në këtë aspekt dhe në këtë formë dunjaja bëhet pengesë për të. Për këtë arsye, që duhet me njoftë qëllimin e krijimit, duhet me njoftë edhe natyrën e kësaj dunjaje. Këto janë njëri madhore të Allahut. Këto janë begati e madhe që Allah na ka mësuar me njoftë. Njerëz vallahi lindin e vdesin nuk i din këto sana apo. Pse në këtë dunjë? Nuk e kuptojnë. Ose nuk kuptojnë natyrën e kësaj dunje, çka ka në dunjë. Çish duhet me kuptuar këtë dunjë? Na ka mësuar Allahu në Kur'an. Allah na ka shpjeguar si duhet me kuptuar këtë dunjë. Dhe autori flet që një nuk duhet me lakmu këtë dunjë. Nuk duhet me martu me saj. Nëse realisht është e përkohshme. Kjo dunja nuk është e krijuar për të mbetur në te. Kjo dunja nuk është e krijuar që këtu të vendosemi përjetësisht. Jo, është kalimtare. Kush ka në dunja e kamet? Ta i tregomni. Cili është një që i peq që ka arë kamet? Kur s'ka dalë? S'ka këse njëri, nuk ekziston. Sa do që të ketë ai pasuri, fuqi, shëndet, kur s'mund mos me konë? Ka marrë ditë ka me dek. Patjetër. Vdekja s'ka lidhje me smundje. A smuhet, a nuk smuhet, problem tjetër. Ka marrë diçka edhe ka me qenë sebe për me e dojnë nga dunjaja. Andaj autor na rikujton për të kuptime madhore, për to çështje që duhet me qelësyt, me kuptu, mos më njëri jetë në vetë Allah na rujt, edhe në fund me dalë duar thot nga dunjaja. Me dalë nga dunjaja duke klith e bërtit o Allah këthe me njerë, jepa një mundësi. U kryimu, mërë fund, Allah. Dhe këtu ka përmanë ajetin që flet për, dhe me thonë, flet kjo ajet në surën Yunus, ajetin 24, Allah në këtë ajet flet për realitetin këtë dunjoje dhe flet edhe për njerë që janë mashtru pas të dunjoje. Ajet shumë përmbledhës. Edhe që duhet me kuptu ti, edhe që duhet më rujt nga kuptimi dhe vjumi kësaj dunjoje. Allahu Gjellera thot në këta që e ka përmën autori, innema مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. Allahu thot, me të vërtet, shembulli i kësaj dunjaje është sikurse shembulli i një shiu që bjen dhe përzihet me bimët e tokës. Me farën bjen shiu, përzihet me farën dhe mbill. Dunjaja çka ndodh, gjelbrohet. Shtohen begatit, mirësit. Nga e që hajnë njerëzit edhe kafshët. Ta në që ka ndodhë, prapë, me në fund afër. Apo, do më thonë, vije vjeshta, vije dimri, gjithë shka, do më thonë, gjethet, binë, frytet, largohen, që shto dë një afër. Vjen një shi, vjen një mirësi, në gjallët, gjelbrohet, dalin bimët, dalin frytet, afër. Vjen një ko, nuk gjenë frytë mu. Absolutisht, s'ka. A dhe qërë dunja e fërë? Kja në dunja, e shvizan, bjen një ko, s'ka për se i kur gjafën. Ndërsa njerëzit, Allah thot, hatta idha ekhadat l'ardu zukhrufeha, o zëjjenet, o dhanë ahluha ennehum qadirun alejha, ataha amruna lejlen au nahara, fa gjaalna hasidin ke en lem tagne bil ams, këdhalike në fasër l'ajati li qawmi yatafakkarun. Allah thot, qështu dunjaja? Mi po, njerëzit, nga stolia e saj, ta idha ekhadat l'ardu zukhrufaha,
dhe të merë toka një stoli zbukurit shtuar. Shkotër për shembull, dunja sa është zbukuruar krahasim me të kaluamën të rrezë. Të kaluamën ka pas ndërtime, po jo si që tash. S'ka pas drita si që tash. Ke po për shembull në qytet, çu çdo kohë po natën kur të shë me drita thosh çfarë metropollë kjo, çfarë qytet i bukur i madh apo. Don të jap përshtypjen një bukurie, të mahnit, të mërsyt. E njerëz mendojnë se e kanë dëmën dunjën apo. Për shkak të stolis. Nga investimi ma në dunja, njerëzit dikur mendojnë se na e kena dorë. Sikur se njëri kësaj kohë. E ka përshtypjen se ajo është Zoti i kësaj dunjaje. Ajo është Zoti i kësaj bote. Bën çka don, ja bën çu don. Pa shiku fare se ka më vdek, ka më dal për Allah të manduar. Këto kuptime kryesisht të shumë njerëz janë komplet të errësuara, nuk i shohin. Ata që ka shohin, e shë punën e vetë, e shë zbulimin, e shë arritjen, e shë zhvillimin. Edhe kjo e bën që mu habit, e mu mashtru, më mënu që këna me metë në tokëna. Tokë është e jona. E ku njëri fillon tjetë kaq arrogant, edhe kështu të mënë Allah në gjellë, thëtë Allah të batëra, e taha emruna. Edhe kësë i tokë kom janë i ditë urni jonë. Kom janë i ditë koha e caktuar që ka caktuar Allah për gëdhënja. Fe gjallna hasidin ka enlem tagne bil ams. E bënë Allahu të barë të tëra, si të kurnat, se e që kurët bjenë, thu se s'ka qenë kur, thu se kur s'ka dhonë frute, thu se kur s'ka qenë ndërtuar. Qështë të bodë një? Thu kështu s'ka pas jetë kur, kështu s'pas ka rëndu kur kush heqë. A dhe ma erët ka qenë, në honë ven, ku ka dhonë frute, ka dhonë bim, ka dhonë ushqim, ka dhonë ujk, dhe ma erët tash, Allah thot, kellem të gënë bilems. Po thu se s'ka qenë fare, ma heret që njerëzu u ka kry punë. E pasë Allah thot, këdhali ke nufassirul ajat. Kështu na i qartësojmë argumentet. Kështu na i sillim argumentet për njerë që menune. Dhe menani, qëre që dënja zhvillot. Mena për filonin ishte kumbet. Pat qka mori. Apo, ishte në pushtet, qka ndodhi ma të pushtet? A i kryt i pun, ka shku për të njësë, ka jetës. Andaj autori të mon, për menë se besimtarës me kuni me menë shumë. Dhe thot autori se menqëria njërit nuk është të ndërlozën në shkollën që i ka kry. Menqëria njërit nuk është në informata që i ka optën, po në mënyrën e kuptimit të jetës e të jetën. I me që mështë që i ka kuptu jetë është e përkashme, na kemi një rol. Pasoj dunjoja, këna me dalë për Allah me Allah logari, për ndaj pregaditu, e masu mështë me dunjoja. Që kjo është i meqëm? Që kjo është i meqëm? I po qëfar i meqëm e i cili din shumë, ka informata, mirë po i zhytën në epështë të dunjas, i habitën masaj, nuk e besën Allah, nuk e adhërën Allah në gjellë, nuk pregadit për pas dhe i kësiq, edhe pasaj i thush, i meqëm. Jo, këtë dije ka pas, po dije mund me pas, njohuri mund me pas, këto se mon kërkush, ama i menqër, jo, menqëria është diqka tjetër. Menqëria është diqka tjetër. Ka mësë njëri për shambull, ka pak informata, po është me i meqëm saj që ka shumë informata. Nëjtë, në vëzër, aj që ka dije edhe ka para. Edhe i shfridzon për shambull në punë të këshia, në punë të liga. A e meqëm kjo? Ja, së është i meqëm. Këj pare ka, së në të shumë është i pasër, për i meqëm së është. Këj shkollë ka, ama shere që e bërë ka tonë që kësë është i meqëm, një i meqëm nuk bënd të këshia. I meqëm këtonë se ka ta, se vjen i ditë që dikush ta këthen, vjen i ditë që kime pagu për këtë, herë do kur do, kime pagu, kime la kusure, fatura, për çdo punë që e ke bopën. Një i meqëm menën për që ditë, s'mashtrohet me të tashmën, por menën për të ardhmën. Përndaj edhe, e ka një poezi këtu që e ka përmanë autori, inna lillahi ibaden fatana, talleku dunja vë khafu fitana. Allahu ka rabt meqëm, fatana, meqëm, me u ka rrugë. Talleku dunja vë khafu fitana. Do unë janë distazun nga dunja, në kuptin të thoi, s'kam bu një qave dunja në më lidh me ta. Jo, e ka shvizu dunja, po jo me bo pjesë tjetës ty në kuptim që këtë jeta më kushtu me dunja, jo. Nga sa ta kam pas frikë, pas provë dunjas. Nuk ju kanë afru dunjas shumë, për shkak se kam pas frikë nga
sprovat e saj. Kjo nuk në kupton sikur se kemi thënë vëllazër, njëri me braktisë dunjanës. Jo. Kjo është e qartë. Nuk kupton që mos jeta për me mend dunjë, se nuk i me met. Mos u mashtron mas stolive dunjës nga se kime shku. Që kjo është? Më një meqëm. Shudzoje dunjën, fitoje dunjën, mirë po, për ahiret, jo për dunjën. Më në fita këtu, puna, angazhohu, për çka? Për me mujtë me konë nesër tek Allahu me i pasën. Në njëri që këtu kërkon dituri, këtu fiton pasuri, pastaj me këtë dituri, me këtë pasuri, me këtë shëndet që Allah e kep, Allahun e aduron, bëhet besimtar, i ndihmon të tjerëve, u aletson punë të tjerëve, nga se shpreson që Allahu me i ndihmu, me i aletsu, që kjo është i meqëm? E ka fitu edhe dunjon edhe ahiretin. Prandaj thot, inna lillahi ibadan fatana. Allahu ka rrot meqëm, tallaku dunja, u khafu fitana. E kanë shkurrezu dunjon, s'ka mboni qaf me ta, s'qen lidh me ta, me në distancë. Kanë punu, kanë angazhuar, kanë fituar ama në distancë, pa u shkrinte, pa u titërsu, por më mbetë Rabbi Allahu ta azza wa khafur fitana. Nga se ka pasur nga sprovat e dunjas, sprovat e dunjas në poshtin, gjunjëzojnë, devijojnë. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Kanë shikuar dunja, çao dunja, që kanë njëse meqëm shikojnë, edhe kanë kuptuar që kjo nuk është vatan i njerit gjallë, a që dënë gjallëni, a që dënë përjetësi, kjo është vëni vetë për këto. Kjo është vatan i përkashëm, kjo është adej i përkashëm, nuk është adej i përhershëm. Adej i përhershëm është gjeneti, që tje, po, adej jonë, veni jonë, i përhershëm është gjeneti. Këtë dunja kemi adej, po veni jonë është, gjithë kështë ka veni vetë, i përkashëm. Në edhe kam pa dunjan, edhe kam pa që është e përkashme. Edhe ka unë gja'alu lujjeten vë të khadu salih al-a'mali fiha sufuna. Ata kanë kuptu dunjan si një, dëmëhon, një liqe, një det që duhet anije. Cënë është anija me kalu suksesum këtë detin, ka unë punë të mira. Dhe punë të mira i kanë bu anije që me këtë anije me kalu suksesum dunjan. Me eqëm. Një kërdi përsham që ka me kalu një ditë gjithë qyshtë, për shamun. Kime kalu një detë gjithë qyshtë, kime kalu detin, pa tjetër, a blinë kërë anije. Blinë anije, se me kërë së në kalena, po kërë i mirë ishte, po ja, se të fillesh me hi, me ana i sharana, nuk është për më thumi dhe të. E dush me ditë që ka me manë dunja për mund me kalu suksesrëm. Këta thot, imam në Rahimullah, këtë dunja kanë marë deti. Mbicin duhet me lundru, me anije të mirë, për nyshe zhytësh, për nyshe fundosësh, për mos mu fundos dunja duhet që punë të mirë të kesh anije, që lundran mbi dunja, që ka, kësë thot me ikë për detit, jo, ti kime konë detit, ti kime lundrun, se ka përlon dunja, mirë po lundran sukses shumë, mbi deti, jo mu zhyt, e shumë njerëz në dunja janë të zhytur, i mbyt, i ngulfat dunja janë nuk e kuptojnë atë. Pse? Nga se nuk kanë mjetë të përshtatshëm që me kalu dunjan që rëzutëm. Besimtarët e meqëm e shëzojnë dunjan, e përdojnë dunjan, mi po duke lundru në bite, jo duke u fundus në në tepë. Që kjo është kajtë rëfimi për jetën tonë. A do të lundrosh në bitë dunja e të dalësh suksesur brek, apo do të fundosësh në fundin e detit e që pastaj asë se kështë du që shduhet, se kërështë i fundos, e asë këtë do në brek sukses shumë. Që që fa shambull i mrekullushëm, e ka sëllë imam Neveviu Rahimullah. Përndaj, thot këta njerës të meqëm, dhe kështot Allahu te barek o ta'ala, on i ozën njerëzit, përndaj, e përmen imam Neveviu Rahimullah, se edhe në këtë rukëtim, do mon njeriu ka nevojë për me unë ndihmu me zvete, me njerëzit e tjerë. E kuptun qëllimin e krijimit, e kuptun dunjaja çka është, mos mu mashtru, mos mu fundos, edhe kuptum që duhet me ecë rrugës e dur. Po në këtë rrugë për me ecë, duhet me ndihmu me zvete. Qysh me ndihmu me zvete? Dikush me mësu, dikush me të përkra, dikush me të shoqnu, dikush me të këshillu. Duhet, na vetë smunëm. Andaj thot Imam Rahimullah, në këtë rrugë mas mirë është me pas parasysh ajetin ku Allah thot: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ndihmoni në punë mira, edhe në punë që largoheni me to nga ndihmoni në punë mira, edhe ndihmoni në largim nga punë të këqija.
Edhe kjo është pjesa e tretë e kësaj parthenie të mrekullueshme, ku Imam Nevawi rahimahullah thotë, ne kuptojmë qëllimin, e njohim dunjon, kena anijen tonë që lundrojmë, edhe mes vete bashkëpunojmë. Qysh bashkëpunojmë mes vete? Jo me bo sherr, jo me bo harame, po bashkëpunojmë mes vete, jena bashkë, që duke bashkëpunu, bëjmë punë të mira, dhe duke bashkëpunu, largohemi nga punët e këqija. E autori përmend se një nga format e bashkëpunimit mes vete dhe një kontributi të këtij dietari për njerëzit në këtë rrugtim është ky libër. Më thotë, me këtë libër kum dashur që me u lecu njerëzve rrugtimin ka Allahu te bareku teala. Kum dashur që njerëzve me dhoni kontribut si bashkëpunim në këtë rrugtim që ata më le të shkojnë tek Allahu te bareku teala. Kjo është një mëshëm, duhet njerëzve me u lecu rrugën ka Allahu te bareku teala. Po që në familjes tonë me u lecu me mësim, me këshilla, me ligjërata, me libra, me çka do kuft që njerëz me pas malet me kuptu fenë Allahu azza wa jalla, madhuru Allahu xhalla ora me shpëtu nga kthetrat e kësaj dhunjaje dhe nga fundosja në të. Andaj përmend se nga kjo perspektivë e këtij kontributi, kësaj ndihme, thotë e kam shkruar këtë libër, një përmbledhje e shkurtër e haditheve të pejgamberit sa ku thotë e kam dhënë kapitull sikur se kam përmend dhe çdo kapitull e ka filluar me ajet kuranor, çka Allahu thotë për këtë temë, pastaj hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe në fund Allahu e mëshiroft e shpëleft nga modestia e tij, thotë mos më harron në lutjet e tua vëllai nderuar, bëj dua për mua, mos pa përfiton nga libra, bëj dua për mua, për familjen tëm, për hoxhallarët e mi, për muslimanët përgjithësi, që Allahu të na falë mëkatet dhe Allahu të na shpëlojë me të mirat e tij. Allah na lutem Allahu xhallahu që dietarët ton, hoxhallarët ton, kur do të shikallon kontribut na me mësufen Allahu ta azhajal me njoft rrugën mos me uhabit, Zoti i shpërbleft, i nderoft, i gradoft me gradat e xhenetit, e neve na mundësoj që ne të jemi bashkëpunues në këtë rrugë dhe sebeb që me e ndriçu këtë rrugë, që me ecë vetë në këtë rit, po edhe dikush me e shfrytzu mundësinë që në këtë rit me e gjetë rrugën e duhur dhe me shku drejt qëllimit që Allahu për të na ka krijuar. E gabimet ndodhen të ndodhen, jemi njerëz, gabojmë normal, nëse Allah xhallahu që Allah të na jap udhëzim mjaftueshëm dhe guxim për të penduar nga mëkatet, nga lëshimet, nga tmetat dhe që të ecim përpara e Allahun të takojmë, ai kënaqur me neve. Edhe nëse Allah xhallahu ala që dunjaja të jetë ndihmës për ta fituar ahiretin, jo pengesë për ta fituar mëshirën dhe shpëlimin e Allahut te bareku teala. Kjo ishte një parathonje, parathonje e autorit e trajtuar një pak të përgjithshme, me disa udhëzime të përgjithshme që na përgatitin tash që të futemi në kapitullin e parë të këtij libri, inshallah që nga takimi i ardhshëm. Allah shpëleft për vëmendjen, për sabrin, u takofshim me të mira, Zoti ju ruajt. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.